Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi urgjent të gjithë drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Demokratike mbrëmjen e të mërkurës në orën 20:30 në selin qendrore të Partisë Demokratike në një takim të jashtëzakonshëm. Berisha tha se në 11 maj nuk pati zgjedhje të lira e të ndershme, pasi ato sipas tij u grabitën. Lideri demokrat tha se krimi u shndrua në votë dhe vota në krim. Në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shndrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Njeriu që grabiti zgjedhjet, regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025-11 majt, nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht duke përdorur për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për vot, 70 milion euro 760.000 pensionistëve. Berisha tha se çdo drejtues qarku duhet të mbledhë dhe të paraqesë çdo provë që fakton se është grabitur vota. Berisha kërkoi të dokumentohet çdo gjë me provë për të vërtetuar se vota e shqiptarëve u grabit.